Koloseu, i njohur fillimisht si Amfiteatri Flavian, u porosit rreth viteve 70-72 pas Krishtit nga perandori Vespasian dhe ndërtimi përfundoi në vitin 80 pas Krishtit nën pasardhësin e tij perandorin Titus. Ai u përdor kryesisht për spektakle publike, duke përfshirë ndeshje gladiatorësh, gjueti kafshësh, ekzekutime publike dhe inskenime të betejave të famshme. Sot, ai është një nga atraksionet turistike më të njohura në botë dhe dikur ishte në gjendje të mbante midis 50.000 dhe 80.000 spektatorëve. Kulla e projektuar nga kompania e Gustave Eiffel u ndërtua për panairin botror të vitit 1889 të quajtur Ekspozita Universale. E konceptuar si strukturë e përkohshme, ajo u parashikua të qëndronte për 20 vite. Fillimisht, shërbeu si harku i hyrjes në panairin botror dhe që atëherë është bërë një simbol i Parisit dhe Francës. Ajo ka shërbyer gjithashtu si një antenë radio dhe platformë për eksperimente shkencore për shkak të strukturës së saj prej metali.